Me sa duket, Greqia dhe Turqia duan të bisedojnë përsëri në nivelin më të lartë, duke filluar nga e hëna në Ankara do të mblidhet Këshilli Suprem i Bashkëpunimit Greqi-Turqi. Nëse gjithçka shkon sipas planit, në tryez do të jenë të pranishëm edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Ekziston edhe mundësia e një takimi të posaçëm midis dy udhëheqësve në një ditë tjetër, pas një periudhe të vështirë dhe plot konflikte në mesdheun lindor. Në vitin 2010 u krijua Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit. Ndonjë sukses të madh ai ende nuk e ka arritur. Megjithatë, Këshilli përpiqet të promovojë një agjendë pozitive mes dy partnerëve të NATO-s, veçanërisht në fushat e ekonomisë dhe të turizmit. Por ai është mbledhur vetëm 5 herë deri tani dhe takimi i fundit u bë në Athinë në dhjetor të 2023-shit. Turqia bën kërkesa dhe pretendime territoriale të njëanshme që nuk kanë bazë ligjore dhe nuk mund të jenë temë serioze debati, shpjegonte në atë kohë Konstantinos Filis, drejtori i kërkimeve në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Athinës, në një intervistë me Deutsche Welle. Greqia pret që Turqia të përmbush gjithmonë kërkesat e saj dhe të bëjë lëshime, kundërshtonte Fuat Aksu, shkencëtar politik në Universitetin Teknik Yildiz në Stamboll, që atëherë nuk ka ndryshuar shumë në Detin e Gje. Tensioneve ushtohet një pikë tjetër debati, pasi të njëjtën e kaluar Turqia përdori sistemin e navigacionit detar Navtex për të paralajmëruar për rreziqet e sigurisë dhe aktivitetet ushtarake greke. Paralajmërime të ngjashme ka pasur edhe në të kaluarën. Në fund të fundit bëhet fjalë për autoritet në Egje, kush ka të drejtë të deklarohet përgjegjës për çështjet e sigurisë. Athina flet për një përpjekje të paligjshme të fqinjit të saj për të zgjeruar ujërat e tij territoriale. Një provokim të ri turk e konsideron këtë gazeta e njohur javore greke, Todhima. Nga këndvështrimi turk, kjo është thjesht një çështje rutinë që përputhet me legjislacionin aktual, por mund të jetë më shumë se kaq, sipas gazetës proqeveritare turke. Navtex ka shkaktuar panik në Greqi dhe ka ndryshuar status quo në Egje, shkruan kjo media. Për kryeministrin grek Mitsotakis, mosmarrveshja për Navtex do të thotë edhe më shumë presion nga e djathta. Turqia po rrëmben gjysmën e Egjeut, por qeveria jon nuk sheh asnjë arsye për shqetësim, u ankua Kyriakos Velopoulos, kryetari i partisë së djathtë populiste Zgjidhja Greke, e cila sipas sondazheve ka arritur vendin e tretë për sa i përket mbështetjes së votuesve. Për dekadash Greqia dhe Turqia grinden për shelfin kontinental para Bregdetit turk, shfrytëzimin e lëndëve të para dhe për një zgjerim të mundshëm të ujërave territoriale në Egje. Në kuadër të doktrinës së saj ushtarake aktuale Adeu Blu, Turqia pretendon edhe territore detare prej më shumë se 450.000 km2 para Bregdetit të saj. Si busull ligjore në raste të tilla shërben Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit në 1982 mbi të drejtën e detit, megjithëse Turqia nuk e ka nënshkruar atë. Ndërkohë në vitin 2021, qeveria e Athinës i zgjeroi ujërat e saj territoriale në 12 milje detare në detin Jon drejt Italisë. Sot Greqia rezervon në mënyrë të qartë të drejtën për të zgjeruar ujërat e saj territoriale edhe në detin e Gje, tha së fundmi ministri i mbrojtjes Nikos Dendias për stacionin televiziv të Athinës Open. Si instancë e fundit në të gjitha çështjet e së drejtës ndërkombëtare, konsiderohet Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hag, por ky organ i Kombeve të Bashkuara nuk vepron me iniciativën e vet. Si Greqia ashtu dhe Turqia do të duhet të paraqesin një kërkesë të përbashkët për të autorizuar gjykatën që të ndërmjetësojë. Për këtë debatohet që nga viti 1976 dhe deri tani nuk ka pasur sukses.